Maqedonia e Veriut mbetet në hije edhe në presidencën e Bashkimit Evropian të Qipros, cilat janë prioritetet e saj. Në fillim të vitit 2026, Qiproja e ka marrë udhëheqjen e presidencës së Bashkimit Evropian. Zgjerimi i Bashkimit Evropian, ashtu sikurse edhe presidencat e kaluara, përmendet si proces strategjik, por Ballkani Perëndimor nuk zë vend prioritar dhe as nuk trajtohet me fokus të veçantë. Maqedonia e Veriut, ashtu si në presidencat paraprake, nuk përmendet konkretisht pavarësisht statusit të saj si vend kandidat dhe sfidave të hapura politike që kërkojnë ndërmjetësim aktiv evropian. Dokumenti programor i presidencës së Qipros e përshkruan zgjerimin si investim strategjik në të ardhmen e Evropës, por ai mbetet i vendosur në plan të tretë. Presidenca e Qipros fokusohet në 5 prioritete kryesore, edhe atë: autonomia përmes sigurisë, gatishmërisë së mbrojtjes dhe përgatitjes, autonomia nëpërmjet konkurrueshmërisë, të hapur ndaj botës autonom, union autonom vlerash që nuk e lë askënd pas dhe buxhet afatgjat për unionin autonom. Pas Qipros, presidenca e Bashkimit Evropian do t'i kalojë Irlandës. Detajet më të hollësishme i gjeni në portal MK.